Me lushnjën? Me biosferën. Me biosferë. Me lushnjën lidhen gjitha shokullësi, edhe ndërus vecministrin, unë qafë da bej pyetje, se së më rrijet I qikë, se të biosferë ma ka vënë e ministri jone. Ja që lonë do të I me të marrë me biosferën e ministri I mjedisit, se më duket si shkrimi ti, nuk ka shkrujt aq mirë. Ja të marroj të një. Po të shkjerë të një, dhe do të gjosh të pyetje ti të një. Tani për para se të kalojmë të biosfera, nera ka mytë ferrat, më dhe biosfera I themi ne, ferrat e ne. Pse e them këtë? Kam një 2-3 vjetë dhe para këtij ministrit, po dhe këtit, që kur I ven, me që tani do të ketë firmosur, se kur I vajtën ato të Reneas, tha aman, tha nuk kam firmos gjitha, akoma si jam bërë, tha më lini firmos të takën. Tani ku ka firmos, se ka ca muj punë që ka marrë këtë ndërmarrjen e re. Inshallah merr nga bujësia, po paktën ju që më duke jeni më kompetent, po ju të them disa shqetësime që pasi të kalojmë te biosfera e këtij, ka ca shqetësime realisht dramatike në Lushi. Që janë nisë edhe atit kryetarit kooperativës financave, se me që është deputeti Lushnjës, edhe qoku ka bërë në punë. Tani ne kemi një 2 nga këto që zjen pelet, që bëjnë ndotin ambientit. Dhe me që hymë të biosfera, unë po përdor 2 terma, që ngatërrojnë këta dhe los ministri nuk di që fare, po I sonat atjerë. Ministri besoj se është në gjumë. Por, ne nuk e zgjojmë, se është dhe herët, por ka 2 terma. Dhe në gjithë botën. është ndotja nga tymra, pra ndotja që bën nga tymra, dhe aroma. Pra, në gjithë botën, të paktën nga ku kemi parë dhe dëgjuar që pavarësisht se nuk ka mund grada ndotjes ambientit, është një halk, pjesa tjetër e tymrave, shqetësimeve, të ajrave, të ajrit të rënd, që ku tërbon, është një halk shumë vete. Sepse dhe midis 2 vetave që janë komshi, lindë drejta për të bëjnë paditësi civile. Po kjo prek një lushnjë tërë. Dhe këto 2 njerën e ka mbyllur kësë e shof, po e di që është e çuditshme, ka mbyllur atë që ka pas licencë, edhe sot qëllëte ajo që nuk ka licencë fare, që në 2022, se ajo ministre që e që përpara, ja mbyllur licencë se ishte komplet jashtë normave. Sot e punonte, po të shikosh në lushnjë, kë punonte dhe videra qenë. Kurse ajo madhe i kemi gjyrë vapori shumë madhe, nuk punonte. E ka ca ditë. Dhe për 5 ditësh po të shikosh statuset e lushnjarëve, thonë më në fund po majnë frymë. Sepse pavarësisht filtrit që ndot apo jo ambientin, siguroj që të hunda nuk hapim dot penxheret, ne nuk jetojmë dot në atë qytet më. Është njësoj si vezë luk i zjerë, që vazhdon të zjerë, më dhe një qelë, një gjegj I qelë që zjerë. Dhe besoj që kjo është shumë e rëndësishme se biosfera, atjetë dhe ne du të shkoj me kanoat, e vjosat, e me tanë, po me që jemi prap tek pjesa e mjedisit. Po të them që kemi dhe ndërmarrje tjetër ne, që unë që I kam qu selam sot, që të gjithë si që qeron peshkën e hedh direkt në kanal. Dhe po të hysh në lushnjën sot nga fillimi, po të kalon nëpërmjet shkollës, do gjesh peshk pa fund dhe s'u kanë therë gjithë gomerët e lushnjës dhe janë hedh kanal. Po qelve. Dhe siguroj që po vjen behar, do thahet ajo, di që deri do vjeti, o Zoti I Rabi. Pra në qoftë se ju pak një thuj ministrit, në sigurojt kur zgjohet në gjumit, në sigurojt maskat pak. Se këto nuk diun që nuk I bëj, po të në sigurojt e maskat. E treta dhe më shqetësuese, paktën për ca zona, janë gjitha të mjetet që këto janë një bagja që na I hedh po kështu në për kanal. Edhe gjithë fshati shket qelve. Tani,
Këto janë problematika që sa do të fort, majt, kudo që t'janë, shqetësojnë jo një lagje, po komunitetet tëra. Dhe ne nuk jemi as kundër mbylljes bizneset, më mirë kupto, as një lushnjan nuk është kundër mbylljes bizneseve, por që kosto që do vej filtrat brenda parametrave dhe që ato nuk janë vendet e dura se shpytën e komuniteti, kjo është gjë tjetër që duhet rishikohet. Pra pavarësisht dhe njerë gjithë që lozim me këtë shikohet se ajri këtu, se jam mbyll 2 çështje prokurorisë, se s'kemi ne për të bërë matjen. Nuk kemi ne për të bërë matjen. S'kemi. Këto ne na shqetësojnë. Unë e kuptoj shumë mirë që është vjosa pa vjosa, kam bërë dhe shkres zyrtare si deputet për këtë problem. Edhe përgjigja shteruese e ministrit ishte që unë e kam mbyll 2025 edhe më falë që po ja u them juve, po unë e kam parafrazuar me një të bashkimit në gjesë, si tha, shiko zotrita, ne kemi 30 qendore, nuk po na han, tha i. Edhe kjo puna, e kam mbyll 2022. A, po non tani po na qenë, pe i thot e kam mbyll 2022. Por po vazhdon. E njëjta situatë është dhe sot. Dhe po flas për një lushnjë tërë. Dhe te biosfera, se edhe këtyre të delegumëve tjetër e kam thënë, ke edhe një minë me sahat mes lushnjës, brenda në qendër që janë nga që u bën këto incineratorë, të bën të jashtëzakonshëm me fjalë. Ne ka tjenë lushnjë ato pletë që mbulun me dheqë, ato rrin dhe i japin sepse çlirojnë element kimik. S'është fusha ime, po e kam me të gjurë që çlirojnë element kimik dhe vetë ndizën. Pavarësisht se kanë bërë, kanë hedhë në lopat dhe përsipër. Dhe është mund që janë lushnjë dhe kur ndizët ajo, nuk e di të them, është e njëjta situatë që është bërë në Elbasan, po aty u bë çik më madhe se bërtitën, kurse ne lushnjë kemi frikë bërtas. Faleminderit.